Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falendrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusë Allahun xhallahu wa ala që këto takime tona t'i bën Allahu të bekuara, të dobishme për neve në dunja dhe të shpërblyera për neve ditën e gjykimit. Ne jemi dhe sot ndërlozën në këtë takim, në këtë kohë të rëndësishme të bekuar pas namazit sabahut me hadithit e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Këto hadithe i ka përmbledh Imam Neveviu rahimahullah në librin e tij Riyadhus Salihin dhe i ka pastaj ndarë dhe kategorizuar në bazë të temave të rëndësishme. Ne jemi te kapitulli i sabrit dhe këtu ka shumë hadithe që i ka përmendur ky dietar për treguar kuptime të rëndësishme lidhje me këtë vlerë të madhe dhe temë të rëndësishme islame. Kemi thënë se sabri nuk ka të bëjë vetëm me raste të fatkeqësisë, por sabri në zbatimin e urdhnit të Allahut azza wa jall, sabri në largimin nga ndaluarat, por edhe sabri në përmballje me të pakëndshme dhe fatkeqësitë e ndryshme që e godas njeriu në jetën e kësaj bote. Hadithi i radhës që ka pranuar autori është Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e cila tregon se e ka pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam për një smundje të rëndë. Kolera, murtaja, ka qenë smundje e rëndë në atë kohë dhe është shndruar shpesh në epidemi që ka marrë dhjetra apo qindra jeta njerëzish. Ka qenë smundje pashërueshme e vështirë. Edhe në kohën tonë me gjithë zhvillimin, domthonë shkencor, teknologjik, megjithatë, njerëzit kaplohen nga smundje të tilla dhe vdesin. Ne patëm para disa viteve në smundjen e Covidit që padyshim ishte shumë e frikshme dhe ishte sprovë e madhe ku ndikoi në tërë botën. Dhe me gjithë kapacitetin që sot bota e ka në kuptimin e njohjes së smundjeve, përcaktimit të diagnozës, terapive, kështu me radhë, megjithatë, do thotë nuk patën mundësi që me parandalu smundjen apo me i parandalu gjithë ato viktima që shkuan nga kjo smundje. E thot Aisha radhiyallahu ta'ala ne kom pyet pejgamberin për kolerën, murtajen. Taun është murtaja, një smundje rënë që në të kaluarën ka qenë vdekje prurse, por mund të përfshihet edhe këtu çdo lloj smundje epidemike që do të përhapet në përmasa të mëdha dhe domethënë merr shumë viktima. E i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam Aishës radhiyallahu ta'ala anha se kjo smundje në të kaluarën para pejgamberit në popujt e hershëm ka qenë lloj dënimi që Allahu me te i ka dënu popujt e padëgjueshëm, popujt rebel që nuk janë, domethënë, nënshru mësimet pejgamberit që ju ka ardhur tyne, kanë refuzuar dhimbjet e Allahut azza wa jall, Allah i ka dënu me këtë lloj smundje. Thot pasaj i ka thonë pejgamberit Aishës se ndërsa, më thonë, tash pas pejgamberit alayhi salatu wasallam, një sprovë e tillë nuk është më dënim. Gjithmonë mund të jetë edhe dënim, por për besimtarët është mëshirë. Për besimtarët është mëshirë. Edhe ka thonë vazhdim pejgamberi alayhi salatu wasallam, kurdo që preket nga kjo smundje dhe qëndron në vendin e tij, nuk del me përhap smundje, po qëndron në vendin e tij dhe duron duke shpresuar në shpëlimin e Allahut të mënduar në atë që e ka godit, thot, atëherë padyshim se Allahu azza wa jall këtë njeri e ngrit në deregjen e dëshmorit, shahidit. Në këtë hadith e transmeton Buhariu në Sahihun e tij. Të nderuar autori këtu kemi vrejt se në kapitullin e durimit përmend veprat ndryshme që kanë bënë me durimin. Dhe kur ka kësi degëzimesh, ne duhet me kuptu, domthon, si me u inkuraju me këto hadithe.
Në këtë hadith ka dy çështje më rëndësi. Vlera e durimit në përgjithësi dhe vlera e durimit në sprovë të caktuar në veçanti. Kërë që durimi është vlerë, është virtyt i rëndësishëm. Njeriu sa herë që është i durueshëm dhe sa herë që kërkohet me qenë i durueshëm, është i tillë, merr sevap. Pastaj ka plus një sevap shtojës nëse në mënyrë të veçantë bën sabër në vepra që pejgamberi i ka cilësuar si të veçantë në sabër. Këtu për shembull ka përmend të veçantë sprovën e prekjes nga kjo smundje e vështirë, vdekje prurse. Shikoni këtu të ndërvozën këtë dallim mes kësaj smundje të kaluarën dhe pas, domethënë, kohës së Muhamedit alayhis salam. Allahu xhallahu ala të ndërvozën krijon çka don. Ai ka krijuar shëndetin, por ai ka krijuar edhe smundjen. Smundja nuk ndodh pa lejen e Allahut azza xal. Smundja nuk është jashtë asaj që Allah ka krijuar. Smundja nuk ndodh jashtë lejes së Allahut azza xal. Prandaj Allahu azza xal përdor nga krijesat e tij kur don dhe për çka ai don. Për shembull, shiu mund të jetë begati, mund të jetë edhe fatkeqësi. Shiu mund të jetë ujitje dhe zhvillim i bujqësisë, mund të jetë edhe vërshim, shkatërim i bujqësisë. Mund të jetë e dyja. Allahu është ai që vendos çysh ka me funksionu begatia e caktuar apo sprova e caktuar. Dhe në të kaluarën kryesisht kjo smundje, i ka kapluar njerëzit për dënim. Po tash nuk ka çashtu. Allahu ka dashur që me ndryshu situata dhe kjo smundje kur ka plen besimtarët, të cilët pajtohen me caktimin e Allahut, bëjnë sabër dhe shpresojnë në shpëlimin e Allahut që kjo për të rahmet. Kjo është mirësia e Allahut. Kjo është mirësia. Prandaj njeri kur e kupton shpëlimin e madh e preton sprovën kresis ndryshe. Na kemi thënë në të kaluarën, gjithmonë të çdo temë sabrit kemi thënë se na nuk duhet me kërku sprovën, larg asaj. Nuk duhet madje as dua me thonë o Allah, nëse më sprovon jep sabër. Si një lloj kërkimi i sprovës. Allahu e din atë sprovën ajo. Na duhet me kërku që Allah më na mësu që ne të jemi stabil në fenë e Allahut. E ky stabilitet a manifestohet përmes falëndrimit, a manifestohet përmes durimit, është çështje tjetër kjo. Ti kërko që Allah me të bëjë stabil në fenë e Allahut xhallahu ala. O Allah më jap stabilitet në fe. Dhe çka do që më godet, dhe çka do që kaloj të jem stabil. E nganjëherë ky stabilitet diktohet nga falëndrimi, nganjëherë diktohet nga durimi, nganjëherë diktohet nga kërkimfalja, në ka situata të ndryshme. Por ti mos kërko, domethënë që të sprovohesh, nuk bën. Mi po nëse besimtari sprovohet dhe e din se sprova që e ka godit është një port e madhe që i është hap për xhenet dhe krejt që ka duhet me bësh sabër, kjo për besimtar pasor kënaqësi. Dhe nuk shpreh pa kënaqësi, kjo është niveli më i ulët, mirë po pasaj ka nivele që është njerëz e trajtojnë sprovën e caktuar. Ka nivele. Ekziston një nivel fillestar, ku gjithë duhet jemi bashkë të. Cili është nivel i sabrit? Ka thonë pejgamberi, ka godet kjo, nuk del. Nuk shko me përhap, rrin vend vet. Kjo don sabër. Pastaj bën sabër, në raport me smundjen, nuk vajton, nuk shpreh pakënaqësi me caktimin e Allahut. Mendon mirë për Allahun e manduar, larg asaj që smundja me ja ndryshon mendimin për Zotin xhallahu ala, bën sabër. Dhe shpresoj që Allah është shpërblen dhe e din se shpëlimi është i madh për mëna me fitu drejën e shahidit, dëshmorit që vdes në rrugt të Allahut azh. Andaj kur goditi besimtari, tash ekziston një nivel minimal, ajo është sabri dhe shpresa e shpëlimit. Po pastaj ka nivele në këtë sprovë. Saqë, domethënë pasi ka vdekur pejgamberi alayhi salatu wasallam, domethënë në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, ka përfshi pjesën e Shamit, domethënë pjesën e Palestinës, Jordanit, Sirisë, së sotshme, pjesa e Shamit është përfshi nga një epidemi që ka vdekur me mira njerëz.
Në mes në këtyre mirave të vdekur kanë qenë me 10 sahabe, që kanë qenë të shpërndarë në atë pjesë. Në kanë vdekur shumë sahabe. Nga sahabe që kanë vdekur, të ndërlozër ka qenë edhe Muadh ibn Jabeli, radiallahu ta'ala anhu, e ka godit don epidemia. Pastaj edhe ka pas sahabe tjerë. Ka pas nga sahabe që kër e ka pas se është prej nga kësmunje, i është kujtu hadithi, i ka pas shenet në dorë që po i shfaqen, edhe i ka kujtu hadithi i shahidit, ka thonë se kësha nru këtë shaj me dunjanë më madhonëve. Se këtë e ka kuptu si port që po shkon drejt shkallët natë. Kjo së në kuptan dorëzimin ka smunjes. Duhet me kërku ilaqen. Po atë e kanë ditë se për ku në tyre s'ka ilaq kjo. Njerëz nuk e njohin ilaqen. Çka duhet njëri me bëhen në raport me këtë smunje, do të thonë që me e minimizu ndikimin e smunjes të këtjerët. Dhe këtë ka bo, ka net mbrana shtëpisë vet. Andaj shpëlimi i madh që Allahu ja për një smunje, besimtarit i jap gjithmonë inkurajim dhe pranim me gjendjen që i ka ndodhur, duke i kërku sebepet e mundshme për me të kalu situatën sa më lehtë, sa më mirë dhe sa më shpejt. Që kjo është e duhura. Dhe që kjo është shpjegimi i kompletuar mesatar, mes, do me thonë, mjerimit edhe mes, do me thonë, pakënaqësisë për mes provës dhe mes dorëzimit total pa tentu me e ndryshuar gjendjen. As kjo as ajo. Mesatari është e kërkuar sipas asaj që e përmendëm më herët. Dhe kam vdek shumë sahabe, sigurisht ka vdek edhe ka pasur me komplet familje të sahabe që kanë vdek, ka vdek burri, gruaja, fëmijë, gjithë kanë vdek në këtë epidemi apo pandemi që ka godit njerëzit e asaj kohe. Madje i ka paralajmëruar pejgamberi se do të vjen ajo që do të kosit shpirtet e njerëzve dhe shumë dietar kanë thënë se ajo që e ka pranë pejgamberi është pikërisht ajo që i ka godit me njerë pak vite mas vdekjes së Muhamedit alayhi salatu wasalam. Këtu të ndërmjet gjithashtu kemi edhe një çështje mënasi ku pejgamberi në disa ditë ka përmend sabiran muhtasiban, me duru dhe me shpresu shpërblim. Domthon nuk mjafton me bëu sabër pa shpresu shpërblim. Çysh është sabri pa shpresu shpërblim? Sabri pa shpresu shpërblim është sabër që s'kam çka bëj se çështu don më ka godit, po rri që po pres. Jo, nëse kjo është sabër që e kanë edhe kafshët, apo kafsha s'ka çka bën. Kur goditet, kur ngarkohet, bën sabër. Do e kanë edhe durimi edhe ja. E përballon me një vallëj, do të thonë përmbajtje barrën goditjen ke shtrejtimin apo. Po pse e bën këtë punë? Po s'ka çka më bë. E një nuk bën me duru pëse s'kam çka me bo. Po për shkak se Allahu te barekuhu ka sprovu, ai e din më së miri pse më ka sprovu, unë tek Allahu shpresoj në shpërblim me durimin tim. Që kjo është çështje e kompletuar. Don durimi nuk ka shpresuar në shpërblim. Nuk ka durim pa shpresim në shpërblim. Po nuk ka shpresë në shpërblim pa durim. Në njëri për shembull godit nga sprova s'bën sabër. Vallahi më lodh nuk po muj, po që inshallah Allah më pagun, po të pagun për çka më pagun? Do më thonë të vëzër, kur godet sprova dhe kemë përmenë, me pas këtë qartë, kur godet sprova janë dy çështje të ndara. Sprova që të godit dhe reagimi jëtë që e ke bon sprovë. Apo, sprova që e ka godit njëri unë, veç si goditja, a shpullet njëri? Jo, së shpunet tina. Njëri shpullet për punë vetë. Kush e ka që kësë sprovë? Allahu Azza wa Jall. Ndë vepse e godit nuk shpërblesh, e as nuk dënohesh. Po e që e përcakton, dhe më thonë, orientimin e sprovës, ka shpërblimi ose ka dënimi është reagimi njërit. E reagimi njërit mund të përcakton si sprovë, që mund tjetë shërë për ta, e mund tjetë hajrë për ta. Sprova në esencë është hajrë, nga se nga Allah vjen veç hajri. I po njëri pastaj jep orientimin e hajrit, duke përfitu nga hajri, ose fatkeqësisht jep orientimin e sherrit. E në sprovë mund me fitu shumë bëgjën në smundje të ndëllëzër. E në smundja nuk është e letë. Për shembull të ndëllëzër. Smundja mas pari ja çrregullon njerit gjendin dhe disponimin. Për shembull, ka dhimbje, humb disponimi, pastaj ja çrregullon jetën.
nuk ka mundësi më shumë aktivitete, bëkia edhe mbyllën në shtëpi, kufizohet lëvizje, së veç një sprov, po është një sprov që sjell me 10 sprova tjera. Për këtë arsye edhe ka shpërblim i madh për atë që bën sabër në smundje. Madje ka thonë pejgamberi alayhi salatu në ditë tjetër se kur e shohin njerëz ditën e gjykimit, çfarë shpërblimi Allahu jep të sprovuarve me smundje që kanë bërë sabër, do të kishin dëshirë që të rrigjëshin zvarr në dunja me marrë se vapa. Por në zvarr me njek, me ngri, për komsh, që ashtu, me ftyrë, me përplas për toke, e bën kabull për qatë se vapa që kanë me marrë njerëz e sprovuar nga smundja ditën e gjykimit. Andaj njëri nuk bën me kërku smundje, na do me kërku shërim, na do me kërku shëndet, kjo është esenca, por ndodh sprovosh me smundje ndryshme. Sabri dhe shpresa në shpërblim janë me të vërtet një mundësi e madhe me ngrit në këto drejgje, sikur të thash, drejgjet e shahidit. Edhe këtë gjithashtu na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam se njëri, nuk duhet sprovën e tij mja barë tjerëve. Dhe këtu sistemi i karantinimit dhe izolimit të smurve me smundjen ngjitse është i kahmat shumë në islam. Në kur shkenca këto e ka zbulu shumë vonë, na kemi pas pjesë për bërë të edukatës tonë dhe udhëzimeve në raste të pandemive të tilla. Prandaj ka thonë pejgamberi, nëse përhapet pandemia me një vend, e jeni brenda atij vendi, mos dilni. E nëse përhapet me vend pandemia e jeni jashtë, mos hyni. Kjo është shumë e qartë. Dhe këtu kuptojmë të ndërkohë se besimtarit duhet me marrë sebebet për më rujtë. Shiko, këtu për shembull nuk është hadithi që me kuptu se preku ti me të smutin, dil me të smutin, edhe nëse ka caktu Allahu xhallahu ala musmu ki musmu, ja s'ban kështu. Është e vërtet që gjithë që kanë dhënë me caktimin e Allahut. Kjo është e vërtetë, pa mohueshme. Mirë po, në raport me caktimin e Allahut, ne kemi obligimin të marrë masat e duhura që kërkohet nga ne në raport me caktimin. Pastaj pas masave të ndërmarra, çka do të ndodhë nga caktimi i Allahut, ne jemi të kënaqur. Dhe pajtohemi. Mi po jo me thonë nëse Allah ka caktu, unë përzine me të smutit atë. Jo, asë ka thonë pejgamberi sa, për shembull, ai që është i zgjebosur, zgjebja, smundja e kurrës apo, ka thonë pejgamberi sa, ik prej tij sikurse ik prej luanit. Largohu prej tij, ik. E mos thuj, po rrimë ta, asë Allah ka caktu, ja, ti nuk e din çka Allah ka caktu. Ti ke për obligim me u marr sebepet për ruajtje dhe për mbrojtje nga smundjet ngjitse. Nëse ta kanë gjitë ty, mos ka më gjitë dikujt. Mos thu njerëzve, hajde një burra që po tutni, nëse ka caktuar Allahu ja unë gjet. Ja, mos i sprovon njerëzit në shëndet në tyne. Nga se Allahu na ka obliguar që ti të marrim masat e të ruhemi. Hadithi i radhës gjithashtu ka të bëjë me një smundje, po të një forme tjetër, sikurse ka hadith në Enesit radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë Enesi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kom dëgju pejgamberin duke thënë, Allahu ka thonë, kjo është hadith kutsi. Sikurse kemi pasur në takimin e kaluar hadithin kutsi, edhe këtu kemi hadith kutsi. Fjalë e Allahut që nuk është Kur'an, po që e ka përsëritur pejgamberi në një formë tjetër, jo në formë të Kur'anit apo. Andaj ka thonë Allahu azza wajal, nëse e sprovoj robin tim me dy të dashurat e tij, edhe bën sabër, ja kompenzoj atë që ja ku marrë me xhenet. Transmeton këtë hadith Buhariu. Kush janë dy të dashurat e tij? Sytë e tij. Don kësaj për Allah me sy, ja merr të pamunit, edhe bën sabër, padyshim, atëherë Allah ja kompenzon këtë që ja ka marrë me xhenet. Të ndërvozë sprova synë do shtrua e madhe. Shikoj sa privuat një njeri që është i verbër. Mjafton që për shembull nuk mundet me pa ftyrën e prindve të tij. A ka sprova më e madhe? Nuk ka mundësi me pa ftyrën e nonës tij, babës tij. Po mund të jetë i martuar, nuk mund të shef ftyrën e gruas së tij, ftyrën e fëmijëve të tij nuk mund të shef. Bukurinë e saj që Allahu ka krijuar, e shumë tjera, nuk mund të shef ato. Mirë, por nëse bën sabër, Allahu ja kompenzon. Të ndërrozë kompenzim me xhenet, këto në hadithe që flet pejgamberi sa, nuk duhet me kuptu në, do me thonë, si ngushëllim.
dhe me qetësu njërin, por si një lloj tregtie me Allahun Azza wa Jall. Allahu te baraka wa taala ti ka dhënë syt. Ta ka dhënë veshin, këtë që ke Allahu ti ka dhënë. Tash Allahu Jalla wala me dijen e tij, urtësinë e tij, po do më sprovu. A e dim pse? Ne nuk e dim. Po do më sprovu në sy. Edhe ja merr sy dikujt, Allahu na ruaj nga kjo sprovë. Ja merr syt Allahu Azza. Edhe mos me dhun kur gjën këmbim, a i bën zullum? Jo. Pse si bën zullum? Pse so pa drejtësi? Kur jo si jam këmbim? Ja merr syt, s'ka në këmbim kur gjë. Veç duhet me bë sabër, nga se nëse s'bën sabër dënon. Çështot, me kon çikaç. A do të ishte drejtësi? Po. Nga se kush ti ka dhënë syt? Allahu xhallahu. Allahu ti ka dhënë. Ato e në ti, a i ka krijuar. A i po dënë me t'japë në përdorim kaq vite. Kaq? E përmënetash shtojcën e kësaj, kur Allahu Azza wa Jall në këmbim me sytë që a i ti ka dhonë, po ti merë për me të dhonë xhenetin. Ndërsa ty po të runë nga sprovat e dunjas. Për shembull të në vëllezër, shumica e sprovave në dunja, në kuptim të epshit, shfrenimit, vijnë për shkak të shikimit. Apo? E shumë të tjera vijnë ka dëgjime. Don këto dy porta janë portat kryesore që e godasin zemrën me smundje epsharake dhe e lërën nga besimi. Këto janë dy smundje kryesore. Dëgjimi dhe shikimi. Për shembull përpara njerëzit kur s'ka pas mundësi me pa përmes rrjeteve sociale, përmes për shembull me pa shthurje, shfrenim, me pa për shembull bukuri të caktuara të shtëpive, të kerreve, kështu me radhë. A kanë ditë me lakmu si sot? Jo s'kan ditë. Ai s'ka ditë që ka më mirë, po sa më mirë nuk kanë ditë. Njerëz s'kan ditë çysh për shembull urdhojnë mbretët. Ide se ka pas. E kanë ditë që këta po urdhojnë mirë, mos s'ka ditë çysh. Sot hinë në detaje shtëpijet e pasanikeve, miliarderave, qëra qëfar ullëse, qëra qëfar kapo. Ku i din me sy, afta? Me sy. Me sy, për shembull shikon në udhë billah, edhe syni pastaj jashtën lakmin, e lakmia pastaj e nxit veprim për haram, me vjedh, për shembull, me bu punë pamrash me zina, e shumë punë që vinë për shkak të syrit. Tash Allah po do më ia marr në syrit, Allah dim se me rujt nga gjitha këto sprova, edhe për shkak se i ka mungu një begati në dunja, me jallon xhenetin. Sa i ka mungu këtë begati, hajde përdojmë kushtimisht 60 vjetër i ka mungu. Për 60 vjetë munges të një begatie, tjetë begati ka pas. Allahu për jabë kompenzim xhenetin. Për najtë në vëzër, sabri është për shpejtim i ngritjes dhe lehtësim i hyrjes në xhenet. Me çka do që Allah të sprovat. Dhe në tjetër, na duhet edhe me kuptu të kundërt në këtij hadithi. Cila është e kundërt në këtij hadithi? Kur thot pejgamberi sa nëse e sproj robën ta me dy të dashurat, do të thonë, syri është i dashur. Nëse Allah ta ka dhënë po sheh, Allahun falënderoje. Sigur se ka një tek një dietar mua anku për varfrin që e ka pas. I ka on kur gjë s'kam. Kur gjë Allah s'm ka dhënë. Ka një të kive s'po ka dhënë. Ka vallahi s'kam san. S'kam kur gjë. I ka on për sa i shet syt. Ja ka on si shas. Ka në shet për 100.000. Ja si shas. Syt. Ne pse sa i shet vesh. E për sa për shembull e shet zamrën, ja së shesë, së rëndanë mu. Veç me e përkrytë në pare, vlerën e trupit tonë, sa i pasën delë tjepë. Pa njerë fatkecisht nuk e blerëson këtë, dikush thot, po pedi që i sytë bëjë shumë, po me sytë së mblejën e, po së puna blenë, as blenë, po ato qaq vlenë. Për shumë, në keni pa kur i kur së provohet, Allah në rrugë, keni pa njerës, po së provohet në ditë për ditë. Me gjera për shumë që jo sytë, për shembull, një nerd s'pi punon. Për shembull, një çështje ju ka komplikuar,
200.000 euro operacionet. Po qëmë po mbledhën pare me bo operacionet, as po dihet a kthehet, as kthehet, as kthehet. Sar i ndonë me mira euro në fund ka vdek pacienti. Kurgjë. Veç përpjekje familjare që normal du më përpjek për me shërua. Mi duon, ti që si e spëru me që ato, sa pare i ke kursy, qaq pare, ke mujt ti me konë, pa një logarit që ato pare që dikush i shpenzën për shëndet, e ti nuk i shpenzën për shëndet. Krej që ato pare rejsh ka mujt me konë të marrë në pitjes, ti ka marrë Allah Azogjen. Se kështë dosh me shqitë bëha kja shpinë, me hi bërq, e telash, e me lyp, që ato pare ti kështë dosh me dhonë, s'ki nëj me i dhonë, a sa është pasuria? Njerëz më në që pasuria është sa kam durën e, sa me i më hargjit. Jo, Allah, nuk ka kështu, pasuria është edhe sa, për shambull, nuk ki nëj më hargjit. E të kjo pasuri. Nuk ka pasuri veç sa ki më hargjit. Po pasuri është edhe sa, nuk ki nëj më hargjit. E kjo pasuri në gjë dhe këta. E të neshe sa i pasu një. Të neshe sa i pasu një. Shkani do të për shambull njerë që ju rinë një fëmi me anomalit caktuara, për shambull në zemër, ose ka probleme të folur, sa pare t'i jepë, kas shkan. Këtë për njëve Allah në ka fëmijët, alhamdulillah, s'këna pasur një cent në dhonë për ta. Kuptim të shëf, po më në ilaq për kalla, sirup, që këtë në zëkashme, po kurgjë, kjo është jetën tonë, këto e ngjej pasuriti që Allah të ka kursyse, për fëmijën s'ke kursyj kurgjë. E kështë shqitë shpinë, e kjerën, e keq e kre pasur kështë dhonë, bëjtë më shëruapën. Bakja në fund nuk i shëruapën. Këtë të pare ishin shku, bëjtë për pjekje, prapë të kështë gjithë mërzia, të kështë mjetë dëmonë, njerëzit nuk kalkulujnë që shtopën. Andaj, Islamin e mësën me kalkulu që shduhet, që të dali me rezultat dur, cakt, njëtë në raport me Allahun asgjë. Dhe vallaj të nëzër, sare kalkulujnë që shduhet kalkulujnë, gjithë e kuptojnë se Allah të nëranë, edhe kur ti merë sytë, edhe kur ti merë vlazit, edhe kur ti merë veshtë, a i njërë të ka bofë. Nëse ti bën kalkulit mirë, ama nëse s'bën kalkulit mirë, fatkeqësisht njerëz pastaj dalin me rezultate të gabuara, se Allah i ka bërë pa drejt, pse ma murë, gabim kë kalkuluti. Gabim kë kalkuluti. Andaj shpesh në kalkulim të njerëzve 2 e 2 bujnë 6. Lipin shumë, apo lipin shumë. Jo, 2 e 2 bujnë 4, që ka që të më dhejap ty? Që ka që është apo? Në qëfar do lloj matematike selle, në qëfar do i gjuhe, 2 + 2 sa bujnë? 4 o zhjetë, s'ka mësi më bërë shumë, as më pak qaqë është apo. Ama pse bujnë që kaqë? Për shkak se ke kalkulu që s'duhet. Ama në kalkulimet e padrejta, lakmiqare, 2 e 2 sa bujnë? 7, 8. Se bujnë 4 në realitet, ta një 4 e ka shtu lakmija, pëtën. E je i padrejt, apo. Andaj, ose njerët për shambull, i ka 10 begati, ja merë Allahu një, thush, 10 milion sa bojnë, thët 2. Që 10 milion sa bojnë 2, e kujqoj, sot begati tjera, si nxej begati tjera, veç ato që ja ka marë Allahu gjellë ora, i nxej që ja ka marë këtë tjera të më. Andaj njeri, do në dim me kun i padrejt, na në pëso bu kalkulime duhura, që shduhet, qka të ka dhonë e qka të ka marë, që kemi kuptu, e ato që të ka marë, në këmbimet o sa po t'jep, shumë po m'jep, atër ti me qëfar llogarie ti po del që ke hupë, më kërfa llogarie. Ndaj, duhet me mësu, të adit në mësën që me kalkulu që shduhet edhe me kuptu sprovën që shduhet. Ndaj të nërëvëzër në përfundim në përmbledhje, këto duhet adit dhe shumë tjera të kena mezu ala adit e për sabrin. Do me kalu kapitën sabrin duhet sabër, se ka shumë hadithe. Mirë po, gjitha këtu në mësojnë qysh duhet besimtari me u pajis me këtë vletë rëndësishme, të inkurajohet, të frimzohet, të kuptën jetën përmes, domethënë kuptimet të tilla që din pasaj me reagu, din me kalkulu, me bëjë sapë që duhet, se gjitha këto mësime atit janë shkollë për neve, në mësojnë qysh me jetu, në mësojnë qysh me kuptu begatin, sprovën, qysh me kalu dunjan e me dalë për Allahut faqebardh, e të marrim pasaj shpëlimet të mëdha që kurorizohen me hyrje në xhennet. Allah i shpërbleft, Allah në ruajt nga sprovat e ndryshme, e Allahu i të barta na mundëso që t'i vlerësojmë begati që Allah në i ka dhonë, edhe nga vlerësimi begative, ta shtojmë falëndrimin edhe adhurimin edhe mirënjohjen dhe Allah të bareke u ta'ala. Zotë i shpërbleft, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathira.